Në kodrat e Bishqukasit, në afërsitë të Divjakës, është realizuar një nga zbulimet më të rëndësishme arkeologjike të viteve të fundit në Shqipëri. Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, në bashkëpunim me Departamentin e Arkeologjisë pranë Universitetit të Tiranës dhe Muzeun Historik të Lushnjës, ka ndërmarrë një fushat kërkimi që po rezulton me gjetje historike. Pas disa javësh punime intensive, arkeologët kanë nxjerrë në dritë një bazilik të lashtë, një kolon graniti, disa monedha të hershme, struktura muresh rrethues, si dhe një skelet njerëzor. Këto gjetje i përkasin periudhave të ndryshme, duke përfshirë epokën ilire, periudhën helenistike, antikitetin e vonë dhe mesjetën, gjë që e bën këtë sit arkeologjik një nga më komplekset dhe të pasurit që është zbuluar në territorin shqiptar. Në fakt situata është shumë premtuese. Siç mund të shihni, kemi gjetje të monedhave, kemi daljen e strukturës. Kjo është gjë e mirë, është gjë pozitive, tregon që prania e disa shtresave do të thotë që aktiviteti ka qenë i vazhdueshëm. Më herë gjatë punimeve të tokës bujqësore, banorët e zonës kanë ndeshur me materiale të rëndësishme historike, të cilat i janë dorëzuar Muzeut Historik të Lushnjës. Një strukturë muresh rrethues apo një kollon betoni. Monedha të ndryshme ishin gjetjet e hershme të cilat shtyn Institutin e Trashëgimisë Kulturore të nisë këtë gërmim. Në Muzeun e Lushnjës ne kemi shumë gjetje nga zona e Bishqukas, mbrapa me kemi edhe një vendbanim të hapur i lirë, i njohur si vendbanimi i Bishqukasit. Aty janë gjetur edhe më herët gjatë punimeve për taracime, janë gjetur kolona, janë gjetur pjesë kapiteli, janë gjetur edhe pitosa. Për studentët të cilët janë pjesë e praktikës së punës, zbulimet të tilla janë të rëndësishme pasi aty dokumentohet historia dhe ata janë aty duke parë çfarë ka fshehur nën toka. Universiteti përfshin qëllimisht studentët në praktika të tilla për të përgatitur një brez, të cilët do të duhen për të ardhmen në zbulimet arkeologjike, dege e cila po kërkohet vitet e fundit. Është një ndjesi shumë e bukur, po zbulon, domethënë, historinë që kanë lënë paraardhësit tanë, mundohesh me ato objekte të vogla që të gjesh të rindërtosh historinë. Gërmimet janë ndarë në dy pjesë, njëri përfshin një strukturë banese të hershme dhe të paidentifikuar, e tjetra përfshin një kolon graniti. Gjetjet e fundit pritet të jenë vetëm fillimi një vargu zbulimesh që mund të risjellin në vëmendje një periudhë të panjohur ose të nënvlerësuar të historisë shqiptare.